Një huni me prindrit e Cindy Marina, milionerët që sfiduan Shkodrën dhe Italinë për të qëndruar në Kaliforni. Gjithçka ka qenë e menduar, organizuar dhe financuar prej tyre dhe Cindyt me mbështetjen e prindërve të saj. Prindrit e Cindyt jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej afro 30 vitesh dhe sot kanë ndërtuar biznese të suksesshme në fushën e transportit dhe sportit me mbi 150 të punësuar. Kështu shkroi Genar Topalli në sqarimin e tij publik pas aludimeve se dasma kishte kushtuar 500.000 euro dhe ishte bërë me parat që nëna e tij, politikania Josefina Topalli, kishte vjedhur popullit shqiptar, cilët janë vjerit miliarder të Genar Topallit. Ardian dhe Kristina Marina jetojnë prej afro 3 dekadash në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kanë ndërtuar jetën dhe drejtojnë biznese shumë të suksesshme, kryesisht në fushën e transporteve dhe sportit. Në vitin 2016, familja Marina ka rrëfyer jetën mes vështirësive dhe mundësive të ëndrrës amerikane për një emision të drejtuar nga Floriana Garo. Ajo mund të cilësohet si një histori suksesi në lëmin e shqiptarëve në përbot. Adriani si një sportdashës dhe Kristina si një ish volejboliste profesioniste krijuan vitin 2013 klubin e volejbollit Forza One, më i miri në Kaliforninë e Jugut, dhe deri në vitin 2016, kur është realizuar emisioni, kishte më shumë se 100 ekipe për vajza dhe djem. Në fillimet e tyre janë detyruar të kryejnë punë të cilat, sa ishin në Shqipëri të rritur me kushte të mira, as nuk e kishin menduar, kështu që në vitet e para të emigrimit në Itali, Ardiani punoi në ndërtim, ndërkohë shkua në Amerikë, nisi punën si kamionist, ku i duhej shpesh të udhëtonte me ditë larg Kristinës dhe fëmijëve të vegjël për të përmbushur kërkesat e familjes. Me shumë punë dhe përkushtim, Ardiani e përdori këtë eksperiencë pune për të hapur biznesin e tij në fushën e transportit, një rrugëtim i gjatë dhe i vështirë, por që Marinat e kryen me sukses. Në Amerikën e Largët, ku ka shumë punë dhe pak kohë të lirë, çifti Marina janë kthyer në një model suksesi dhe frymëzimi, jo vetëm në sajt bizneseve që ata kanë ngritur, por edhe për mënyrën se si ata kanë ushqyer fëmijët e tyre me dashurinë për Shqipërinë, kulturën dhe gjuhën shqipe. Ardiani dhe Kristina janë dëshmi se ëndrat, dëshirat dhe pasionet nuk njohin hapësira gjeografike, por flasin në një gjuhë universale, dhe që për të arritur në finishin e suksesit duhen ushqyer me virtyte, këmbgulje dhe përkushtim.